Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti Rosi, drejtuesi i prokurorisë së Barit, nderuar zoti Karone, pranë Departamentit të Sigurisë Publike në Itali, nderuar zoti Gjeneva, nderuar zoti Kardinali, nderuar zoti Cimenti, nderuar kolonel Macio, nënkohësisht të media, faleminderit jeni sot këtu me ne. Kam nderin dhe kënaqësinë sot nga ambientet e SPAK të bëjmë publike rezultatet e një hetimi të përbashkët mes SPAK dhe autoriteteve italiane, përkatësisht prokurorisë së Barit dhe drejtorisë antimafia DIA. Ky operacion përfaqëson një hap tjetër të rëndësishëm në luftën tonë të përbashkët kundër krimit të organizuar transnacional. Kam kënaqësinë të nënvizoj sot të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshimet të forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të fortave dhe në pastrimin e parave. Ky operacion i mbështetur nga hetime të thelluara dhe nga një shkëmbim efektiv informacioni ndërinstitucional është një dëshmi e qartë e asaj kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me besim të ndërsjellët, profesionalizëm dhe përkushtim. Me lejoni të shpreh një orientime për prokurorët e posaçëm të SPAK, hetuesit e BTH-s, Policinë e Shtetit, si dhe në mënyrë të veçantë për partnerët tanë italianë që sot ndodhen mes nesh dhe që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë hetim të përbashkët. Një falënderim i veçantë për Eurojust dhe Europol për mbështetjen e dhënë gjatë hetimeve të kryera në kuadër të kësaj skuadre të përbashkët hetimore të ndërtuar me provërinë e Barit. Kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën zotit Rossi, kryeprokurorit të Barit. Sono molto felice di essere qui. Collaborazione internazionale per la lotta alla mafia, al traffico degli stupefacenti. Jam shumë i lumtur që gjendem këtu për luftën kundër mafias dhe narkotikëve. Che viviamo insieme tra la Procura di Bari që ndajmë së bashku mes prokurorisë së Barit e le autorità giudiziarie albanesi. Dhe autoriteteve gjyqësore shqiptare. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare ormai da quasi 10 anni. Kemi punuar dhe vazhdojmë punojmë prej 10 vjetësh per il raggiungimento degli stessi obiettivi. Për arritjen e objektivave të përbashkëta. Per noi combattere il crimine in Albania o in Italia për të luftuar krimin në Shqipëri apo në Itali è la stessa cosa. Është e njëjta gjë. E abbiamo la piena consapevolezza Jemi të ndërgjegjshëm che le autorità investigative që autoritetet e hetimit shqiptar e in particolare ovviamente la SPA sono solidamente, fortemente capaci janë shumë të afta di perseguire i reati kapjen e veprave insieme con noi. Bashkë me ne. Questa vicinanza e questa forza comune Kjo afërsi dhe kjo forcë e përbashkët veramente importante. Është shumë e rëndësishme. E theksoj përsëri. La mafia albanese purtroppo sappiamo Për fat keq mafia shqiptare e dim është një forcë ndërkombëtare shumë e madhe. Ma siamo certi che il popolo albanese Por jemi të sigurt që populli shqiptar la sua procura e attraverso me anë të prokurar sarà capace di estirpare questo cancro. Do të jetë në gjendje ta luftojë këtë kancer. Proprio attraverso la collaborazione che è perfetta. Pikërisht përmes bashkëpunimit që është perfekt. Sincronizzati. Jemi të sinkronizuar bashk. Riusciamo a perseguire questo. Arrim këtë objektiv. Lo possiamo fare anche perché
c'è la straordinaria presenza konshme della polizia giudiziaria të policisë italiana, gjyqësore che italiane, verrà data parola, të do della t'i jepet polizia fjala, giudiziaria albanese, dhe della policisë polizia gjyqësore albanese, shqiptare, che insieme con noi raggiunge gli obiettivi. që bashkë me ne arrin objektivat e Poi përbashkëta. per i particolari dell'operazione Për detajet e dopo operacionit, interverranno i miei colleghi. më pas do Ci të tenevo a flasin kolegët e ribadire mi. questa vicinanza Doja të theksoja forte këtë afërsi che esiste të tra fortë noi që ekziston mes nesh e l'attività qui di repressione dei reati dhe aktivitetit qui in kundër Albania. shtypjes së veprave Grazie penale per il në lavoro Shqipëri. che fate. Faleminderit Grazie. për punën që bëni. Faleminderit zotit Rossi. Kam kënaqësinë të jap fjalën zotit Carbone. Buongiorno a tutti. Mirëditë të gjithëve. Sono particolarmente felice, per me è la prima volta Jam shumë i che gëzuar, ho është messo hera e piede parë in Albania e që nella vi në città Shqipëri di Tirana. dhe në Tiranë. Ecco, se c'è un crimine internazionale Pra, është një sicuramente krim è ndërkombëtar il narcotraffico. mes La criminalità organizzata, lëndëve soprattutto narkotike, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, varca veçanërisht i për lëndët confini narkotike, i nazionali kalon kufit e kombëtar, ha contatti che vanno oltre i takte që shkon për te vendeve tona, Italisë dhe Shqipërisë. di contatti con il Nord Europa. Flasim për kontakte me Europën e Veriut, passaggi naturalmente Sud America e kalime në Amerikën e Balcani Jugut, quant'altro. Ballkan dhe vende të Se tjera. i risultati odierni Nëse sono risultatet e stati, djeshme conseguiti, sono stati realizzati, u è perché realizuan, c'è stato un importante është e sepse ka sinergico pasur lavoro di me skuadra, che vede che ha visto come attori non që soltanto ka la parë polizia si aktor, jo giudiziaria, vetëm policinë quindi gjyqësore, rappresentato in questo caso dalla direzione investigativa antimafia, përfaqësuar nga e dai drejtoria colleghi investigative antimafia, della polizia por dhe kolegët e albanese. policisë shqiptare. Ma anche e soprattutto per quanto riguarda la sinergia delle autorità Por edhe për sa ka të bëjë Eurojust, marrëdhëniet la me squadra Eurojust investigativa comune. dhe skuadrës së hetimeve të përbashkët. Questo diciamo sono risultati importanti. Këto janë rezultate të rëndësishme që mund të arrihen attraverso un perfetto e collaudato vetëm me anë të një gioco di squadra. E quindi, loje skuadre të kolauduar, tutti questi attori che të gjithë këtyre hanno aktorëve contribuito që kanë va il bashkëpunuar, mio kontribuar, i falenderoj. Fjalën ja kaloj prokurori Xhanella. La parola al signor Xhanella. Grazie. La mia è quasi più una testimonianza. E imja është si një dëshmi, sepse kam qenë këtu në Tiranë në 2005 për të parë, 20 vjet më parë, kur një gjyqtar i ri dhe marrëdhëniet me autoritetet shqiptare për luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të lëndëve narkotike nuk janë si ato të sotmet. Kemi bërë shumë hapa përpara dhe merita është e të dyve, të dy palëve, sepse kjo marrëdhënie është krijuar përmes besimit, besimit reciprok, dëshirës për të punuar bashkë dhe për të arritur bashkë këto rezultate. Dhe unë jam një dëshmitar i këtij ndryshimi të madh që ka ndodhur. Mund ta përmbledhim për shembull një pikë me rëndësie e këtij hetimi ishte rindërtimi i fluksit të parave që në mënyrë të vazhdueshme ka karakterizuar trafikimin e lëndëve narkotike. Një trafikim për të paktën 4,5 milionë euro dhe lejoi kolegët në Shqipëri të kontestonin veprën penale të pastrimit të parave. Dhe kjo pa marrë parasysh që rindërtimi i marrëdhënieve të këtyre organizatave shqiptare në Itali shkon rreth 7 milionë euro. Kjo edhe mjafton për të thënë sa rëndësishme është dhe e vlefshme puna në grup, në skuadër. Kështu që falenderoj kolegët shqiptar dhe policisë shqiptare për punën që ka kryer. Faleminderit. Tani do e kaloj fjalën prokurorit Mara dhe prokurorëve
italian prokuror të çështjes, kardinali dhe Kementi, zoti Mara, Ettore. Faleminderit. Falënderimi shkon të gjithëve, është një skuadër, gjithë anëtarëve të skuadrës, dhe me kontributin e secilit kemi arritur të ndërtojmë një hetim që shkon përtej kufive transndërkombëtar. Dhe shpirti i kësaj skuadre të hetimit. Çdo person, nga gjyqtarët, nga forcat e rendit, nga koordinimi i drejtorisë kombëtare antimafia, shkëmbimi i informacioneve me Eurojust, ekspertët për sigurinë, të gjithë, sigurisht dhe DIA, dhe policia e regjistore që është themeluar me SPAK. Nëse duke punuar bashkë të gjithë për të njëjtin qëllim, vendosim angazhimin ton, mund të arrijmë nivele që më parë ishin vështirësisht arritshme. Dhe gjatë këtyre viteve punë bashkë, shkëmbim informacionesh, shkëmbim këshillash mbi harmonizimin e vendimeve, mund të arrijmë të perfeksionojmë hetimet tona, duke përdorur burime teknologjike. Pra çdo gjë që vjen nëpërmjet aktivitetit të përgjimit, në të gjitha sfumaturat, si dhe burimet e marra nga banka të dhonave, si Eurojust, chatet, të disponueshme në server, të sekuestruara më parë, pra bashkëpunim ndërkombëtar, edhe me vende të tjera që kanë shfrytzuar teknologjinë. Por edhe me burime të reja që afron ligjin italian me atë shqiptar, si bashkëpunëtorët e drejtësisë, që janë vënë në dispozicion për këtë marrëdhënie shumë të fortë besimi që ekziston mes nesh dhe që japin një kontribut më të madh për hetimin. Për të arritur më pas tek flukset ekonomike, pra për të ndjekur parat për te kufive. Kufit nuk janë më një pengesë, sepse ekziston ky shkëmbim i vazhdueshëm informacionesh, që na ka lejuar jo vetëm të arrijmë plataforma provuese të rëndësishme për ekzekutimin e masave të sigurisë, por edhe për të luftuar pasuritë me anë të këtyre pajisjeve që krijojnë pasuri të paligjshme, këto pasuri përbën një arsye për të tjerë që të vazhdojnë të kryen vepra kriminale, dhe më pas me sekuestrime dhe konfiskime. Ne tregojmë që shtetet në këtë rast janë shumë të ndjeshme dhe rekuperojnë edhe frytin e aktiviteteve të paligjshme. Sono stati quantificati i profitti e il denaro trasportato dall'Italia in Albania. Të gjitha të ardhurat e paligjshme transportuar në Shqipëri attraverso un'analisi dettagliata proprio di tutte le informazioni che ci siamo scambiati. Me anë të një analize të detajuar pikërisht të informacioneve që kemi shkëmbyer gjatë këtyre hetimeve. La prova tangibile della bontà di questa collaborazione Prova e këtij bashkëpunimi e la nostra presenza qui është prania jon këtu sot,
noi abbiamo deciso di eseguire contestualmente queste due misure. Kemi vendosur të ndjekim këto masa njëkohësisht në Shqipëri dhe në Itali E lo abbiamo fatto con una cabina di regia internazionale. dhe kemi bërë me një regji ndërkombëtare Che ha permesso di non fare diffondere le notizie di una që lejoj të mos përhapeshin informacionet e një hetimi dhe ndaj një tjetri, duke arritur këtë rezultat shumë të mirë që kemi arritur sot. E anche la condivisione Edhe ndarja dal punto di vista comunicativo e nga pikpamja e komunikimit di una presenza dhe me prezencën contestuale insieme attesta questo e të dy palëve vërteton që ndajmë të njëjtat rezultate sepse jemi një skuadër e përbashkët. con il tempo sta raffinando sempre più Që me kohën i risultati e i livelli po perfeksionon rezultatet dhe nivelet dei soggetti e delle associazioni che andiamo e subjekteve dhe organizatave kriminali që hetojmë. Grazie. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Buongiorno a tutti. Faleminderit gjithë për prezencën. Grazie a tutti della presenza. Atëherë kolegu jon zoti kardinali i përmendi në përgjithësi ato çfarë kanë rezultuar nga hetimi i përbashkët. Riferito gli obiettivi comuni. Do mundohem në mënyrë të përmbledhur të japim disa detaje të tjera Cercherò di essere breve per dare alcuni dettagli lidhur me ecurinë e këtij hetimi. per quanto riguarda l'andamento delle indagini. Siç u relatua më parë, ka qenë hetimi i përbashkët Come riferito è stato un'indagine comune midis prokurisë antimafie së Barit tra la Procura Antimafia di Bari dhe prokurisë posaçme. e la Procura Speciale. Fal një marrëveshje për skuadrat e bashkë hetimore. Grazie a un accordo Gjithmonë me ndërmjetësimin e Eurojust. in quadro di Eurojust. Në kuadër të hetimi, janë kryer hetime paralele në Itali dhe në Shqipëri. In ambito di queste indagini sono state svolte indagini paralleli in Albania e in Italia, Janë shkëmbyer të dhëna në mënyrë të menjëhershme dhe të përditshme, scambi di dati e informazioni in modo immediato, ku është realizuar sekuestrimi në disa episode të lëndëve narkotike në shtetin italian. in cui è stata realizzata Në vijim nga ana e autoriteteve italiane, in seguito nga drejtoria e antimafjes dhe prokuria e Barit, la Procura di Bari, janë administruar të dhënat të platformës së kriptuar Sky ECC, della piattaforma Sky ECC, çfarë kanë rindërtuar dhe kanë paraqitur para hetimit një panoramë të qartë të organizimit të gjithë të grupit strukturar kriminal. Un panorama molto chiaro di tutte le indagini. Nga analizimi i këtyre dhënave, Dall'esame di questi dati kemi arritur të rindërtojmë dhe të dokumentojmë abbiamo ricostruito gjithë shtrirjen e aktivitetit kriminal, un'attività criminale i cili fillonte në Shqipëri, partiva dall'Albania fillimisht në zonën e Puljas, Itali, nella zona di Puglia, Italia më pas në gjithë territorin italian e in tutto il territorio italiano dhe në vijim në disa vende të Bashkimit Evropian, e in seguito in alcuni paesi dell'Unione si Europea Gjermani, Belgjik, Holland come Germania, Belgio, Olanda dhe në Amerikën e Jugut. e nell'America del Sud. Atëherë e reja në këtë hetim, pasi La novità di questa indagine me të njëjtin grup hetimin e kemi patur edhe më parë 5 skuadra përbashkëta hetimore. con lo stesso gruppo di indagini abbiamo 5 altre squadre comune. E reja ka qenë sepse krahas të dhënave të përfituara nga veprimet, siç kanë qenë përgjimet telefonike, telematike e tjerë, Dalle intercettazioni janë përdorur në mënyrë të menjëhershme edhe të dhënat e përfituara nga platformat e kriptuara. immediatamente i dati da piattaforme limitate. Gjithsej janë sekuestruar 30 episodet të trafikimit të lëndëve narkotike në Itali Abbiamo 30 episodi di traffico di narcotici in Italia dhe më pas 10 episode tjera në Shqipëri, e 10 episodi in Albania, në Holland dhe në disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Olanda e altri paesi dell'Unione Europea. Pra është dokumentuar i gjithë cikli i lëvizjes së lëndëve narkotike nga vendet e origjinës në drejtim të Shqipërisë apo vende tjera të Bashkimit Evropian. Albania o altri paesi dell'Unione Europea. Dhe së dyti, fal analizës së kryer faktikisht nga hetuesit e drejtorisë së DIA-s Grazie alle analisi degli investigatori di DIA
në drejtimin normalisht të prokurorëve të Barit, La Procura di Bari është arritur të konkludohet lidhur me të gjitha të ardhurat kriminale nga ky aktivitet kriminal. sui flussi di questa attività illecita Dhe janë dokumentuar mbi 30 episode të qarkullimit të parave nga Italia apo vende tjera Bashkimit Evropian në drejtim të Shqipërisë. più di 30 episodi di traffico di Në një denaro dall'Italia në një vlerë prej afro 5 milionë euro. pagati quasi 5 milioni di euro. Gjej momentin të falenderojmë autoritetet italiane për gjithë bashkëpunimin Italiane per la dhe collaborazione besimin, pasi në fakt kanë qenë e la fede poiché kanë ofruar kanë iniciuar këtë hetim, kanë ofruar gjitha të dhënat, ha offerto tutte le informazioni e i dati kanë administruar të dhënat e SkySeas në mënyrë të drejtë për drejtë piattaforma in modo diretto nëpërmjet Eurojust tramite Eurojust. dhe falë të bashkëpunimit janë arritur këto rezultate që ne kemi sot. Grazie alla collaborazione abbiamo raggiunto questi risultati. Atëherë, ditën e sotme janë ekzekutuar masat e sigurimit për 52 persona Sono state eseguite le misure di sicurezza per 50 persone në Shqipëri dhe në Itali. in Albania e in Italia, Janë ekzekutuar 40 masat e sigurimi. 40 misure di sicurezza, Atëherë falë të hetimi janë evidentuar përveç episodeve të trafikimit të narkotike dhe pistarëve të grupeve strukturuar kriminale. traffico di narcotici di gruppi criminali. Janë dokumentuar edhe vepra korruptive në territorin e Republikës së Shqipërisë. Abbiamo anche reati di corruzione nel territorio della Repubblica d'Albania. Kemi ekzekutuar masa sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për vepra penale të korrupsionit, Per abuso d'ufficio, per il Oh. reato abuso d'ufficio, për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. ufficiali e un difensore. Gjatë sot gjithashtu janë ekzekutuar edhe vendimet e gjykatës lidhur me konfiskimin me sekuestrimin e pasurive, Sono state eseguite anche le misure per la confisca e la pasuri të cilat dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikimit të këmbëve narkotike. proventi da attività illecite. Janë sekuestruar 3 restorante në qytetin e Durrësit, 3 ristoranti nella città di Durazzo, një bar kafe, un bar caffè, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës. aziendali e una televisione. As- Rete Në qytetin e Vlorës. nella città di Valona. Atëherë edhe një herë, po. Atëherë në gjatë këtij hetimit Durante questa indagine më parë janë sekuestruar 3 milionë euro, sono stati sequestrati 3 milioni di euro para këto në kesh, in contanti si të ardhurat të këtij grupi kriminal, come proventi di questo gruppo criminale. të cilat janë nështruar edhe këta hetimit Questi sono sotto indagine të këtij procedimi penal. di questo procedimento. Edhe një herë faleminderit gjithëve. Grazie a tutti. Kaloj fjalën drejtorit përgjithshëm policisë. Passiamo la parola al direttore generale di polizia. Buongiorno a tutti. Si të ndodhem këtu sot dhe të konfirmoj një bashkëpunim të shkëlqyer, siç u bë me dije ditën e djeshme dhe sot herët në mëngjes, Policia e Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme dhe strukturat vendore të disa qarqeve janë përfshirë në një operacion të ekzekutimit masave të sigurimit të gjykatës së posaçme në drejtimin e 2 prokurorëve të cilët gjej rastin t'i falenderoj. Dhe për të përmendur për masat e këtij operacioni, duhet konfirmoj numrin e punonjësve të policisë të përfshirë në këtë operacion, që kanë qenë rreth 349 punonjës policie, e kuptojnë për masat zyrtare që ka pasur ky operacion, dhe gjej momentin t'i falenderoj gjithë punonjësit e përfshirë për integritetin dhe për kushtimin e treguar. Në operacion janë përfshirë disa strukturat policisë shtetit, Drejtoria e Forcës Posaçme Operacionale, Drejtoria e Kundër Krimit të Organizuar, Forcat e Sigurisë Kombëtare dhe padyshim reparti jon special elit njësia Renea. Në që rastin konfirmoj vendosmërinë e policisë shtetit për të goditur krimin e organizuar, i cila është edhe një prioritet qeveritar, i cila na është përcjellur nëpërmjet Ministrisë së Brendshme. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Kaloj fjalën Robertos dhe Massimilianos
Mund ta thonë disa fjalë lidhur me eksperiencën e bashkëpunimit mes dy agjensive tona. Tra le due nostre unità. Massimiliano, guarda. Ringrazio innanzitutto il procuratore per avermi dato la parola. Falenderoj prokurorin që më dha fjalën. Personalmente questa attività di indagine con il mio gruppo di lavoro. Ndoqa personalisht këtë aktivitet hetim me grupin tim, divizioni i hetimeve në Bari, antimafia. Ishte shumë komplekse, e kemi çuar përpara me anë të metodave antimafia, përgjime telefonike, kemi kryer analizime dei contesti criminali, të konteksteve kriminale, la novità assoluta di questa indagine por e reja e këtij hetimi l'analisi degli Sky SCC. Ishte analizimi i Sky SCC, platforme kriptuar e përdorur në gjithë botën dagli albanesi criminali, nga shqiptarët kriminal, të cilët ndiheshin të sigurt utilizzare questa piattaforma që mund të përdornin këtë platformë a livello mondiale dhe kështu trafikonin në nivel botëror con gli stupefacenti. Lëndë narkotike. Con la mia squadra siamo Me riusciti skuadrën time ad individuare arritëm të identifikonim saktësisht personat që përdornin këtë platformë Sky SCC che una volta identificati dhe pasi u identifikuan kemi ndarë me SPAK Tiranë këto rezultate. ed è stato soltanto grazie a questo lavoro comune Dhe fal kësaj pune të përbashkët questo risultato. që kemi arritur këtë rezultat. Tutto ciò non sarebbe stato possibile Kjo nuk do të ishte e se mundur non ci fosse stata questa condivisione nëse nuk do të ishte ndarja e përditshme Ci siamo sentiti tutti e informacioneve me SPAK. Kemi folur çdo ditë për muaj të tërë e siamo arrivati a questo risultato che dhe arritëm në këtë rezultat që për ne është shumë i rëndësishëm. Grazie. Faleminderit. Faleminderit Massimiliano. Do t'ja jaloj fjalën e Jonit, zëvendës drejtorit byrës kombëtare të hetimit. Byra kombëtare e hetimit gjithashtu ka patur një rol të rëndësishëm si në hetimin, por edhe në kryerjen e kontrolleve dje dhe sot dhe të sekuestrove të sot. Do shpreh vlerësimet për gjithë kolegat italianë, bashkëpunimin korrekt që ka pas midis dy palëve, për policinë e shtetit që ka angazhuar disa forca gjatë këtyre 2 ditëve në kuadër të këtij procedimi. Gjatë ekzekutimit të masave janë angazhuar 40 tetues BK-s, cilët bashkëpunim me policinë e shtetit, forcat operacionale dhe punonësit e tjerë, policisë gjyqësore, kanë ekzekutuar gjatë ditës djeshme dhe të sotme masat e sigurimit në disa qytete të Shqipërisë. Ky është një shembull i bashkëpunimit midis palës italiane, partneritetit BK si një partner më që ka bashkëpunim ndërkombëtar me Europol dhe Eurojust dhe është një histori suksesi. Kuadër bashkëpunimit. Faleminderit Joni. Edhe njëherë dua të falenderoj të gjithë kolegët, Grazie a tutti i colleghi. prokurorin Rossi, Robin Carbone, prokurorët të tjerë, kolegët italianë, prokurorë shqiptar, gjithë profesionistit e Dias, policinë e shtetit që janë përfshirë në këtë hetim. SPAK ka një bashkëpunim të shkëlqyer me Prokurorit Antimafia në Itali. Kemi numrin më të madh të skuadrave të përbashkëta hetimore me Prokurorit Antimafia në Itali, por shembull i bashkëpunimit me SPAK me prokurorit e tjera ngelet bashkëpunimi që kemi me Prokurinë Antimafia të Barit, jo vetëm për shkak të numrit të madh të skuadrave hetimore që ne kemi, por edhe për shkak të rezultateve konkrete, komunikimit të drejt për drejt që ne kemi, komunikimit pothuajse të përditshëm siç e tha Massimiliano. Nuk mund të shoh dallim mes palës italiane dhe SPAK. Ne vërtet kemi punuar si një skuadër. Jo pala italiane, pala shqiptare. Jo kemi punuar si një skuadër e vetme,
Kemi qenë aktiv në çdo ditë në hetim, telefonata, videokonferenca, dërgime emailësh, takime, disa herë takime në Bari, disa herë takime në Shqipëri, analizat e detajuara lidhur me projekcionet e hetimit, ku do shkonin, cilat ishin provat, subjektet e tjerë. Dhe vërtet është një model për bashkëpunimi, ky bashkëpunim që kemi me Prokurorinë e Bari dhe duhet falenderoj kryeprokurorin Rossi dhe gjithë prokurorët me cilët kemi patur fatin të punojmë dhe të vazhdojmë të punojmë. Ajo që mund të them është që vazhdoni të keni besim të SPAK, sepse SPAK është në gjendje siç dhe ju vetë pohuat të realizoj hetime të kësaj natyre dhe vetëm fal bashkëpunimit mund të realizojmë edhe qëllimin tonë të përbashkët që është të qenë të suksesshëm në luftën kundër krimit të crimine organizzato. Mi falenderoj të gjithë, po jemi të hapur për pyetje, për detaje, pyetje duhet ja drejtoni kryesisht prokurorëve të çështjes. Kush janë ata të grupit kriminal, drejtuesit e këtij grupi kriminal dhe sa Quali sono i soggetti di questo gruppo criminale? Atëherë në rubrikën e Shqipërisë nga ana e gjykatës posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar, janë vendosur 29 masa sigurimi. Të gjitha masa sigurimi ka qenë arrest në burg, cautelari in carcere. Ndërsa në Itali kanë qenë 22 masa sigurimi. Mentre in Italia 22 misure di sicurezza. Nga këto, në Itali dhe në Shqipëri, pasi ka patur edhe persona për cilët është vendosur masa sigurimi në Shqipëri, që ndodheshin në Itali apo anaziotas. Soggetti albanesi che si trovano in Italia o viceversa. Gjithsej janë ekzekutuar 40 masa sigurimi. Sono state eseguite 40 misure di sicurezza. Në fakt, pavarësisht ne jemi referuar një grup i strutturato kriminal. Anche se ci siamo riferiti ad un gruppo strutturato criminale. Ne kemi parë që ka patur një organizim me fill kriminal. Abbiamo visto che vi era un'organizzazione molto perfetta, diciamo. Që në vetvete ka patur 3 ndarje të tjera. Che aveva 3 altre suddivisioni. Të cilët kishin aktivitetin kriminal nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të Evropës apo në Itali dhe në Shqipëri. Duke patur secili rolin me vetet. Disa prej mos sigurimit janë vendosur për personat të cilët bënin të mund transferimin e parave per le persone che trasferivano il denaro verso l'Albania, si dhe për një shtetas i cili ishte pronari i një agjencie që bën transferimin e parave në kripto. Di un'agenzia che si occupava del trasferimento del denaro. Po. Nuk e di shumë qartë. Vetëm për ta saktësuar sepse tha 52 në një kohë që përmendi 51 masa sigurimi sepse kemi edhe një urë ndalimi. Kemi 51 masa sigurimi dhe një urë ndalimi se dhe janë ekzekutuar 42 masa sigurimi në Shqipëri dhe në Itali. Përmendet korrupsionin në nivelin shtetëror. Avete riferito l'abuso d'ufficio a livello statale per funzionari pubblici. Per quanto riguarda le misure di sicurezza non eseguite, sono stati fermati i vertici, diciamo, e gli organizzatori del gruppo strutturato criminale? Atëherë se përket pyetjes parë, quanto riguarda la prima domanda, kemi pasur disa episode të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj zyrtarëve shtetëror. Episodi di abuso d'ufficio. Për cilat në fakt ne në vijim do kemi edhe një hetim të thelluar. Per quanto riguarda questo vogliamo fare un'altra indagine molto più approfondita. Kemi patur 2 punonjës policisë shtetit. Implicati 2 ufficiali della Polizia di Stato. Njëri prej tyre një pozizion të rëndësishëm. Una delle quali una figura importante. Në njërin rast kemi patur bashkëpunim me pjesëtarët e grupit strutturato kriminal dhe në rastin tjetër kemi patur një rast korrupsioni në policinë kombëtare të portit Durrës. E poi una collaborazione con la polizia del porto di Durazzo. Sa i përket personave për cilat janë ekzekutuar masat e sigurimit, persone nei confronti delle quali sono state për sa ko janë pjesë të grupit strutturato kriminale, roli i tyre është i rëndësishëm. Il proprio ruolo è importante, sono parte janë kapur dhe organizatorët të këtyre grupeve, siç tam kemi patur edhe në ndarje të grupeve. Por 10 prej tyre akoma nuk janë ekzekutuar masat e sigurimit. Per 10 di loro non sono state
e messe le misure di sicurezza. Unë gjej momentit të falenderoj forcët e policisë shtetit. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine della polizia Dhe të gjithë hetues të Byros Kombëtare të Hetimit në Shqipëri, tutti gli agenti dell'Agenzia Nazionale delle Indagini, si dhe oficerët e antimafisë në Itali për gjithë punën që kanë bërë qoftë në fazën e hetimit, qoftë në fazën e ekzekutimit. durante il processo. Ndërkohë sa i përket një urdhë ndalimi të dëshuar, Quanto riguarda un ordine di sicurezza ne nuk përmendëm më parë, por një rol të rëndësishëm për hetimin në Shqipëri ka patur dhe zyra e DEA së Shtetet e Bashkuara të Amerikës, l'ufficio DEA negli Stati Uniti d'America, të cilët kanë qenë prezent në zyrën tonë nga fillimi i hetimit dhe sono mbi. stati presenti nel nostro ufficio dall'inizio dell'indagine e in seguito. Faleminderit. Avete riferito che questa lotta è contro un gruppo molto importante criminale, dove la base è il capo di questo gruppo. Se vi sono dubbi, se persone della giustizia sono incluse in questo gruppo criminale. Elvis Doci, conosciuto come VC Poyos, un personaggio noto nel mondo del crimine. Ha qualche dubbio la Polizia di Stato per deconspirazione del processo per quanto riguarda il business di questa persona? Vlerësimi që i bëjmë ne si institucion që është një ndër grupet më të rrezikshme, niset nga shumë indikatorë. Grupi ynë i hetimit, por edhe kolegët italianë, gjithë bashkë konkludojnë që është një ndër grupet më të rrezikshme qoftë nga pushteti financiar, që ata kanë të ardha që siguronin nga aktiviteti kriminal, aftësia për të trafikuar sasira të mëdha kokaine nga vendet e Amerikës Latine dhe për të shpërndarë në Europë, kryesisht në Itali, por siç përmendi edhe zoti Mara, e në pjesë të tjera të Shqipërisë, pjesë tjera të Europës, jo të Shqipërisë. Tani ajo që më pojë është kjo, që qendra e grupit ishte qyteti Durrësi. Grupi dhe nën grupeve. Sa i takon emrave, ne si institucion ju e dini shumë mirë që kemi një politikë që nuk japim generalitete të personave të cilët arrestohen, edhe në komunikimet që bëjmë në njoftimet për shtyp në shkrim që shpërndajmë për mediat, ne nuk përmendim generalitete. Dhe nuk kemi pse bëjmë përjashtim që në të rast të përmendim generalitete të personave ndaj të cilëve është lëshuar mas sigurimi, qoftë për ata për cilët masa është ekzekutuar, apo dhe për ata për cilët masa nuk është ekzekutuar. Come ho già confermato prima, la Polizia di Stato è stata inclusa ieri nella fase dell'esecuzione delle misure. Non ha avuto sotto osservazione personaggi di questo gruppo criminale. Per quanto riguarda la deconspirazione per i giornalisti, è una scoop questa deconspirazione, per me non vi sono stati problemi di questo caso. Sono stati arrestati i personaggi di questo gruppo criminale. Avete riferito 30 episodi di riciclaggio. Ta ndajmë, por çakurime për radhën në flasetore, për pjesën e pyetjen e parë të Allora, per il riciclaggio. How they transfer the money from Italy to Albania. Lutem, mund ta përsërisë një pyetje që t'ja drejtoj personit. Pyetja e parë është kjo shtesë, a janë arrestuar drejtuesit e grupit kriminal dhe ka patur dekonspirim. Testimoni ju, ka patur apo s'ka patur dekonspirim, ky aksion, questa coraggiosa tjerë. Dhe pyetja e cila është metodika e shërbimit i parave të frista. Il metodo del riciclaggio, la seconda domanda. Sì, la metodologia.
quanto riguarda i flussi di denaro, Për sa i përket flukseve të parave, noi siamo riusciti insieme kemi arritur bashk a filmare, osservare të vëzhgojmë dhe filmojmë quando le persone che dall'Italia kur personat nga Italia i soldi ja besonin parat delle agenzie di trasporto agjencive të transportit me autobus venivano qui in Albania. që vinin në Shqipëri. Anche questa attività di eliminare le difficoltà Edhe ky aktivitet për eliminimin e vështirësive në kalimin e kufive è stata raggiunta, è stata eliminata questa difficoltà është arritur lo scambio di me informazioni anë të shkëmbimeve të informacionit simultane di effettuare sia delle localizzazioni attraverso ka lejuar strumento informatico të kryeshin GPS fondamentalmente lokalizime me anë të GPS-it dhe shërbime të vëzhgimit anche transfrontalieri. transkufitare. Riusciti a vedere i soldi Kemi arritur të shohim parat që nga Italia, nga Bari, gli autisti del bus, shkonin në shoferët e autobusëve il bus arrivavano poi in Italia. dhe nga autobusi vinin në Shqipëri. Il flusso di denaro è stato anche arricchito Fluksi i parave da tutti i dati che abbiamo estrapolato dalle është kuptuar nga të gjitha të dhënat e marra nga chatet, nelle fotografie në fotografi, in questi apparecchi, in queste chat, në fotografitë e bëra të këtyre bisedave të në celular, rezultonin përveç lëndë narkotike edhe para. al denaro, quindi Dhe bashkë me pakot e parave të dërguara, anche dei fogli manoscritti kishte edhe disa letra të shkruara me dorë contabilità për sa i përket kontabilitetit të grupit, pra të dhënave ekonomike. Questo è stato importante anche perché Kjo ishte e rëndësishme riguarda lo strumento sepse për sa i përket mjetit për kapjen e pasurive të paligjshme, në Itali është e lejuar për disiplinën mbi narkotikët sekuestrimi i ekuivalentit të barabartë të të ardhurave nga vepra penale. Quindi attraverso la ricostruzione Pra përmes rindërtimit të të ardhurave, ciascuna cessione di për stupefacenti, çdo shitje lëndësh narkotike, noi siamo riusciti a aggredire kemi arritur të luftojmë, quindi anche immobili, anche società, per un të equivalente sekuestrojmë pra të mirat, të ardhurat, pasurit, për shumën e barazvleshme të çdo vepre penale. Atëherë në vijim të pyetjes, In seguito alla domanda, ne ju bëm ditur numrin e personave për cilët janë ekzekutuar masat abbiamo reso sigurimi noto il numero delle persone dhe numrin e personave për cilët nuk janë ekzekutuar masat il numero sigurimi. di persone per le quali non sono state emesse le misure. Disa për personave për cilët janë ekzekutuar masat sigurimi ka patur një rol shumë të rëndësishëm në grupin kriminal. Alcune di queste persone hanno avuto un ruolo molto importante in questo gruppo criminale. Ashtu siç ka persona për cilët nuk janë ekzekutuar masat e sigurimit, Come vi sono persone per le quali non sono state eseguite le misure, të cilët kanë patur një rol thelbësor che hanno avuto në anche aktivitetin loro kriminal. un ruolo importante in questa attività. Sa i përket të dhënave lidhur me zyrtarët e drejtësisë, Per quanto riguarda dati per pubblici ufficiali della giustizia, në këtë hetim është caktuar masë sigurimi ndaj një avokati në Durrës. è stata messa una misura di sicurezza nei confronti di un avvocato. Në falë Arsen, para se ke radhën për bërë pyetje, por njoftojmë që përfaqësues të Eurojust janë online dhe doja t'i ftoja nëse kanë ndonjë gjë për të na thonë, për të na Hanno qualcosa përshëndetur. da dire? Riguardo? Faleminderit. Grazie. Nuk dëgjojmë. Non si sente? Ti shkruaj dikuj që nuk e dëgjojmë. Non si sente? Non si sente. Si sente qui. Si sente qui. posso mettere il microfono là. Non ci sente. Forse la tecnologia, il microfono, tecnologia. Quale microfono? La legge di Murphy. Do të bëj një mikrofon tek
ha supportato, ha aiutato a costituire sin dall'inizio e ormai dal 2020 nga 2020 një marrëdhënie midis Eurojust dhe Shqipërisë. Për sa i përket përgjimeve, abbiamo evidentemente dato massimo supporto per cercare di facilitare kemi mbështetje maksimale për të lehtësuar hetimet. altamente specifici, rientro di soddisfazione, felicità, il senso e anche significato del nostro ruolo qui è stato sempre la nostra responsabilità. Questo è da parte nostra. Grazie. Shumë faleminderit Eurojust për ndihmën jo vetëm financiare, por edhe teknike, ndërmjetësimin që ka bërë gjatë këtij bashkëpunimi, dhe përfitoj nga rastit t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj për mbështetjen që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni gjithmonë për SPAK, jo vetëm në këtë skuadër, por në gjithë skuadrat e bashkët hetimore. Faleminderit. Arseni. Mundi Zoli Mara që për herë të parë Zoli Mara ha riferito che per la prima volta è stato sequestrato una rete televisiva. Grupet kriminale kanë gjetur akses për të investuar I criminali hanno accesso per investire sul media oppure utilizzano la media per i propri scopi. Pyetja e dytë është për Onorevole Carbone. Por marrim përgjigjen e parë. Aspettiamo la prima risposta. Përgjigjen do ta jap Vladimiri, sepse përgjigjen do ta jap Vladimiri, ai është prokurori i çështjes dhe hetor mund ndihmoj. Procuratore del caso. Tani përgjigje është një, ne kemi krahas hetimit penal është shkryer edhe hetim pasuror në kuadër të ligjit antimafie. Dhe gjitha pasuritë që ne kemi dyshuar që rrjedhin nga aktiviteti kriminal, kemi paraqitur në kërkesë në gjykatën e posaçme, e cila ka miratuar kërkesën tonë duke vendosur sekuestrimin e këtyre pasurive. Një nga pasuritë që dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal është edhe një televizion në qytetin e Vlorës, uno dei patrimoni nella città di Valona, i cili është në pronësi të njëri për personat të dyshuar të hetuar në kuadër të procedimit penal. Delle persone sotto indagine in ambito di questo processo. Besoj kam qenë qartë. Pyetjen për zonin Carbone? Interesi që Shqipëri është Il nostro interesse è che questa è un'attività transfrontaliera. Paktën shqiptarët pa italianët nuk do të bënin kurrë trafik droge. Gli albanesi senza gli italiani non potranno mai fare tutta Sanukari. Quindi senza l'aiuto degli italiani è impossibile per gli albanesi fare le attività criminali. Un attimo. Avete trovato voi ufficiali italiani messo nel questo mestiere corrotti? Inclusi quindi. Abbiamo trovato 2, 3 o 5, ma come mai è possibile di fare questo mestiere senza collaborazione di ufficiali italiani, per esempio? Di polizia, di guardia di finanza, di cantiera e di località? Perché il merce, il narcotraffico si vende nelle piazze italiane. Sì, e naturalmente ogni indagine è un punto a sé stante. Është një hetim më vete. Në këtë hetim të veçantë në territorin italian nuk ka të përfshirë zyrtar shtetëror ose nuk janë verifikuar episode të korrupsionit. Nuk do të thotë që në vendin tonë nuk verifikohen episode
të pjesëmarrjes dhe bashkëpunimit me forcat e policisë apo të aparatit politik administrativ. Natyrisht, për të bërë gjithë këtë, duhen bërë verifikime dhe në këtë rast specifik nuk kanë rezultuar episode që janë verifikuar në territorin tonë. Por kjo nuk do të thotë që në Itali mungojnë fenomenet e këtij tipi. Në hetime të tjera kanë rezultuar episode që përfshin aparatet të politikës dhe administratës, si dhe përfshirja e forcave të policisë apo kategorive të tjera. Tani, një sekund, edhe 5 minuta kemi në dispozicion, dhe do i ndajmë pyetje. Një pyetje Glidona, një pyetje Mondi. Kush ka kërkesë tjetër për pyetje? Keti, përpiqemi të ezaurojmë pyetjet në 5 minuta. Më falë, Daniela, prokuroria e çështjes mund t'jap në vijim të përgjigjes së Zotrit Carbona, mund t'jap. Grazie. Në aktivitetet të tjera hetimi, në operacionin Kulmi, gjithmonë ekzekutuar në kuadër të skuadrës përbashkët e hetimeve të SPAK, ka qenë dhe në Itali një pjesëmarrës nga forcat e rendit, që u sekuestrua një kamper ngarkuar me drogë, me arrestimin e këtyre 2 personave që kishin kamperin dhe arratisja e njërit të përfshirë, një subjekti tjetër, na lejoi që na dha informacione të rezervuara nga Italia, dhe ky person është një zyrtar publik i cili është arrestuar dhe dënuar akoma jo në mënyrë definitive dhe hequr nga detyra, shkarkuar nga detyra. Kështu që ndodh dhe tek ne të gjejmë këto episode. Dona? Da quando è iniziato questa attività di questo gruppo criminale? Atëherë të dhënat e administruara gjatë hetimit të procedimit penal të dokumentuara, neve kemi nga viti 2020 deri në vitin deri tani 2025. Fino ad oggi. Pastaj informacioni është punë tjetër, por të dhënat administruara gjatë hetimit është 2020-2025. Registrati partono dal 2020. Edhe të gjitha këto sekuestrimi janë kryer në këtë periudhë, pra 2020-2025. I sequestri sono stati realizzati durante questo periodo. In questo contesto vi sono presenti un avvocato e due ufficiali della polizia. Vi fidate nella Polizia di Stato e i ruoli concreti dell'avvocato e dei 2 ufficiali di polizia in questi episodi. Atëherë, për besimin që ka SPAK të policia e shtetit, ajo që mund të them dhe që ju jeni dhe dëshmitar, pasi jeni njohur pas here edhe me aktivitetin e SPAK, me hetimet e SPAK, arrestimin e disa punonjësve të policisë për fat keq disa edhe të sferës së lartë, por siç do të them, do ta sqaroj, siç në aktivitetin 5 vjeçar të SPAK, ju po ashtu keni qenë dëshmitar të arrestimit edhe të prokurorëve, edhe të gjyqtarëve të lidhur me krimin organizuar. Nuk e di, besoj janë në këto vite rreth 80 punonjës policie të proceduar, nuk jam shifrën e saktë, por pakën 80 janë punonjës policie të proceduar në vite nga SPAK. Por pavarësisht kësaj, prokuroria e policia e shtetit ka
në shumicë absolute punojës policie të dedikuar për të ushtruar funksionet e tyre kushtetuese dhe ligjore dhe ne kemi bashkëpunuar dhe do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me policinë e shtetit. Korrupsioni është një plag, një fenomen që prek çdo institucion, çdo shoqëri dhe nuk i shpëton dot as prokuroria, as policia e shtetit. Ajo që kemi në dorë ne si institucion dhe gjithë agjencitë e tjera zbatimi i ligjit është që në rast se konstatojmë shkeljet e ligjit, të ushtrojmë ndjekjen penale dhe të vëmë përpara përgjegjësisë penale çdo person i cili jo vetëm krye një krim për cilin nuk ka përgjegjësi, por kontaminon, helmon gjithë ambientin përreth në polici, në prokurori apo në gjykat, kudo qoftë. Këto mund të them për këtë pjesë, pastaj për në teknikisht pyetja konsistante për dy policët dhe avokatin është zoti Mara ose zoti Prençi, njëri prej jush mund të jap përgjigje Prençi, do të japësh ti përgjigje apo zoti Mara? Atëre, sa i përket rolit të punësve të policisë të shtetit. Njëri prej tyre ka qenë i përfshirë si pjesë e grupit strukturuar kriminal. Uno era incluso come parte del gruppo strutturato criminale. Pra, ne jemi gjithmonë në fazën e dyshimeve. In fase di dubbi. Pasi faza e hetimit më teshën do përcaktohet qartësisht, por deri tani ka dyshime të arsyeshme se ka qenë përfshirë në grupin strukturuar kriminal me veprime aktive. Che è stato parte di questa attività. Ndërsa punojësi tjetër l'altro ufficiale ka të bëjë me një episod të korrupsionit. È incluso in un episodio di corruzione avvocatit, o abuso d'ufficio. Per quanto riguarda l'avvocato, 4 episode të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm, 4 episodi tek zyrtarë di abuso d'ufficio, duke përfshirë edhe zyrtarë të drejtësisë. Incluso anche sa i përket pjesës besimit, ashtu si tek zoti Dumani, ne fatikisht policia e shtetit është në dinin time 13.000 e më shumë persona, ka njerëz shumë të ndeshur, ka njerëz që kanë sakrifikuar çdo gjë për këtë vend dhe nuk mund të përballim ne as me 1, as me 2, as me 10 mes policie të përfshirë në. Non possiamo generalizzare con uno o 10 compresi in attività criminali. Ne mundohemi që edhe deri diku të pastrojmë rradhët tona nga elementi kriminal. Duke përfshirë dhe policinë e shtetit. Pulire tutte le istituzioni. Ka qenë në detyrë pyet? Ka qenë në kohën e kryes verbër penale, ka qenë në detyrë. In carica nel momento del Vision Plus Keti a një report jo, Vision Plusi Keti Visioni ju dhe Euronewsi dhe në fund Birni, si e thonë. Allora, da 52 ordini avete nominato, misure di sicurezza avete nominato solo 42. Per quanto riguarda i 10 altri rimanenti, che cosa si farà con questi altri 10 senza misura di sicurezza? Ne thamë janë ekzekutuar 42, 10 nuk janë ekzekutuar. Në ata 10 që nuk janë ekzekutuar, 2 kanë qenë dhe më përpara në kërkim për krime të tjera që kanë qenë kryer. Domethënë praktikisht janë 8 masa të pa ekzekutuara, sepse 2 kanë qenë më përpara në kërkim. Tani, zoti Mara e tha, por nuk e di pse s'doni ta kuptoni. Ka masa sigurimi për cilët që janë lëshuar ndaj drejtuesve dhe nuk janë ekzekutuar, por ka dhe masa sigurimi që janë caktuar ndaj drejtuesve dhe janë ekzekutuar. Shtypi media merret kryesisht me persona që ka paktën për publikun apo për median janë të njohur. Por sa takon përbërjes së grupit, rolit të subjekteve në grup, jemi ne që përcaktojmë se cili është drejtues dhe cili ka rol të rëndësishëm dhe cili jo. Kuptohet duke marrë analizuar provat dhe rrethanat. Edhe siç tha edhe zoti Mara,
ka dhe drejtues dhe organizatorë të cilët janë kapur në kuadër të këtij hetimi. A ekziston risku për të rifilluar aktivitetin kriminal? Ai risk është gjithmonë i mundshëm. Detyra e jon bashkërisht e autoriteteve italiane dhe autoriteteve shqiptare është që të zhvillojmë hetime, një hetim model, siç e përmenda më parë, mes dy prokurorive dhe me dy Dias dhe Byros Kombëtare të Hetimit dhe Policisë së Shtetit dhe të bashkojmë forcat me qëllim që të mos këto grupe kriminale të mos gjejnë terren as në Shqipëri, as në Itali apo kudo tjetër në Europë. Është një sfidë e përditshme, nuk mbaron në një ditë patjetër, edhe nesër do përballemi edhe pas nesër dhe në vijim. Por ne jemi të përgatitur për të përballuar këto sfida. Keti. Sa kanë buar pushimit e bashkëpunëtorëve të drejtësisë në operazione, në çdo grup të strukturuar kriminal të bashkëpunëtorëve? Quanto sono state importanti le testimonianze dei collaboratori di giustizia in questa indagine. Ettore. Tjetër e cili ishte? Kisa dy? Jo, vetëm kjo. Le dichiarazioni dei collaboratori sono molto importanti. Deklaratat e bashkëpunëtorëve janë shumë të rëndësishme perché riescono a darci una descrizione sepse na japin një përshkrim dall'interno nga brenda i grupeve të organizuara. E costituiscono sempre Dhe përbëjnë gjithmonë in ogni indagine në çdo hetim una delle preziose, anzi più preziose risorse një investigative nga burimet më të çmuara të hetimeve për të kuptuar le dinamiche, dinamikat gli sviluppi dhe zhvillimet all'interno brenda dei gruppi criminali. grupeve kriminale. Non solo i cambiamenti che Jo vetëm ndryshimet riguardano që gjithnjë dei fenomeni associativi i che si përkasin sviluppano nel tempo, fenomeneve që zhvillohen ndërkohë, ma sotto il profilo dei reati che realizzano. por në profilin e veprave penale që realizohen, të territoreve ku bëjnë aktivitet, të interesave të përbashkëta me ambientet e anche i ruoli dhe effettivamente ricoperti rolet që mbulojnë nei gruppi, në grupe, con i cambiamenti che ci sono nei gruppi, me ndryshimet që bëjnë në grup, perché si cresce in un gruppo criminale, sepse rriten në një grup kriminal, può cadere. pastaj mund të rrëzohen, E questa conoscenza dhe kjo può njohje arrivare in maniera immediata mund të vinë në mënyrë të menjëhershme attraverso il racconto nëpërmjet chi faceva parte tregimit të atyre që bënin pjesë në këto grupe. e fa da cornice Dhe përbën kornizën delle notizie raccolte attraverso gli altri e lajmeve të mbledhura investigativi, nga me anë të mjeteve të tjera të hetimit, përgjime, servizi di osservazione, shërbimet vëzhgimit, localizzazione, lokalizime, vengono uniti tutti bashkohen të gjitha attraverso il racconto del collaboratore di bashkë me tregimet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë. la condivisione Ndarja dei collaboratori di giustizia e bashkëpunëtorëve të drejtësisë mes shteteve è sicuramente una sfida del futuro. është një sfidë së ardhmes. Ka dhëna deri tani që ky grup Ci sono dati Se questo gruppo criminale Shtete politiche, ha goduto di un supporto politico deklarata politiche, a partire dalle dichiarazioni della politica su questi soggetti di questo gruppo. Dietro kjo edhe nëse do thetohet për krime zgjedhore, duke patur parasysh edhe momentin ku pak ka disa buxhetime për krime zgjedhore dhe një pyetje Collegato anche con se u zhvillua ky con le indagini elettorali. Non ci sono, diciamo, dichiarazioni Jo, nuk ka deklarata. che riguardano Edhe për le datën, elezioni. pyetje për datën kur pse u zhvillua tani. Për kë? Edhe kishte pyetur vim edhe për datën pse. Anche per Scusa, ma tu avevi il fundin e pyetjes? Pse shkon tani datën? Come mai
Come mai si sono svolte in questo momento dopo le Nuk ka të bëjë fare me zgjedhjet. Ha a che fare quindi o no? Ne si skuadër veprojmë si skuadër, edhe datën e dakordojmë së bashku. Kushtohemi nga njëri tjetri lidhur me dinamikën e hetimit, me marrjen e vendimit në gjykata, si dhe me përgatitjen për ekzekutim të masave të sigurimit, sepse është një operacion ndërkombëtar, nuk zhvillohet vetëm në territorin shqiptar, është zhvilluar në territorin italian, në territorit të shtetet të tjera, kur janë gjetur apo janë bërë përpjekje, edhe tani që vazhdojnë bëjnë përpjekje për të identifikuar, lokalizuar për të lokalizuar dhe kapur antarë të tjerë të grupit. Kështu që ajo që është e sigurt është që është një, siç ndodh gjithmonë në skuadrën e përbashkët hetimore, është një datë e dakordsuar me autoritetet italiane. Edhe me Eurojust. Se dua të harrova të them dhe Eurojust, secili është pjesë e rëndësishme e gjithë procesit. Oggi in Albania si nga qenë funksioni në policinë e shtetit dy funzionari të Qual era la funzione degli ufficiali della polizia? Che ruolo coprivano? Da organizzator këti që se organizzatori kriminali janë arrestuar, sa nga organizzator janë në përgjithë. Quanti organizzatori sono in arresto e quanti sono in ricerca? Vazhdo për ato të policëve, funksione të tjera dhe përgjigje. Atëherë, sa përket punës së policisë kanë patur të dy funksione, njëri ka punuar në policinë e kufirit, uno lavorava nella polizia della frontiera, tjetri ka patur një pozicion të rëndësishëm uno ricopriva un ruolo importante në polici, nella polizia, shef seksioni, capo di dipartimento. Po, ndërsa për pyetjen e dytë ne sqaruam Abbiamo già chiarito pastaj dhe pjesë e ndarjes roleve do një kohë shumë gjatë, anche la divisione dei ruoli, gjatë hetimit, gjatë gjykimit, ne sqaruam. Por dhe gjë, edhe gjë. Edhe e tha zoti Dumani më parë, edhe në këto momente që ne flasim, anche oggi che stiamo parlando, po vijojnë hetimet, ndërkohë po vijojnë edhe kërkimet për personat e tjerë për cilët duhen vizituar apo masat e sigurimit. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Për ta mbyllur edhe një herë falenderoj zotin Rossi për praninë e tij këtu, zotin Carbone, kolegët prokuror italian, kolegët shqiptar, anche colleghi albanesi, edhe përfaqësuesit Dias, drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit, por një falënderim i veçantë shkon për hetuesit e byros kombëtare të hetimit, të përfshirë në këtë hetim të cilët nuk janë në tavolinë, nuk duken sepse ata vazhdojnë të bëjnë punën e tyre, për hetuesit italianë, oficerët e policisë gjyqësore italiane të Dias të përfshirë në hetim kanë patur fatin që pjesën më të madhe të tyre t'i takoj, të shkëmbej, të informacion, të diskutojë me të, ashtu siç e thash, hapur me njëri tjetrin, sepse vërtet ata i kanë dhënë një dorë të rëndësishme dhe kanë çuar parë këtë hetim. Nuk duken, por ama ata kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ecjen para të këtij hetimi dhe së fundi, jo më pak të rëndësishëm, dua të falenderoj përfaqësuesit e Interforcës në Shqipëri për mbështetjen, për rolin që kanë luajtur gjatë gjithë procesit, kanë qenë shumë aktiv, kanë ndërmjetësuar takimet e përhershme që kemi bërë, her pas hershme që kemi bërë me përfaqësuesit e prokurorive të Barit, kanë shërbyer si një ujë komunikimi në rastet her pas here me autoritetet e Barit dhe një falënderim të veçantë edhe për përfaqësuesit e Interforce. Shumë faleminderit përfaqësuesve të mediave. S'kishim parë ndonjëherë kaq shumë në zyrat tona. Por shpresojmë të kemi edhe takime të tjera. Faleminderit. Kjo ishte edhe konferenca dhe detajet e operacionit me 52 urdhër arreste që janë lëshuar nga autoritetet italiane dhe ato të prokurorisë shqiptare me persona të arrestuar, por edhe të shpallur në kërkim. Detajet në mënyrë më të zgjeruar ne do të marrim dhe informacione shtesë për emrat, për përfshirjen e tyre, për rastet, pas pak me kolegin Keti Banushi. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, kthehemi menjëherë.